Të dashur miq, ju paralajmërova edhe më parë që sot do të kemi kënaqësinë që për herë të parë në Bomban të kemi shkrimtarin dhe përkthyesin Durim Taçi, me cilin do të flasim për librat e tij të fundit. Së pari për një përkthim i cili vije për herë të parë në gjuhën shqipe të njërit prej romanëve më provokues të letërsisë moderne, A Clockwork Orange, i cili në gjuhën shqipe është përkthyer si Portokalli me kurdisje i shkrimtarit Anthony Burgess. Ai vije për herë të parë në gjuhën shqipe si një libër jashtëzakonisht i veçantë, në cilin prezantohen rrëfime interesante. Është gjuha që shpiket për krijuar nga Burgess këtë libër, është filmi që i është dedikuar, ose më mirë të themi, është inspiruar nga i njëjti rrëfim, dhe sot për herë të parë kemi edhe në gjuhën shqipe një roman i cili është me të vërtetë ndër më të veçantit e letërsisë moderne, unë do të thoja botërore. Por përveç saj, në një takim si ky që kemi sot, e që në fakt janë të rrallë, nuk mund ta lëm zotrin Taçi që të kaloj nga ky studio pa folur edhe për romanin e tij të fundit, Lakimi, një roman zakonisht i veçantë. Zotri Taçi, faleminderit shumë për kohën që po ndani për ne dhe shikuesit tanë. Ju faleminderit juve. Unë do doja që fillimisht flasim për romanin A Clockwork Orange, ose siç e thash, i përkthyer në gjuhën shqipe Portokalli me kurdisje. Një roman i jashtëzakonshëm, një rrëfim i jashtëzakonshëm, një vepër e përkthyer në shumë gjuhë të botës, por që na vije për herë të parë në gjuhën shqipe. Është rrëfimi, është gjuha, ka elemente të shumta që e bëjnë këtë vepër të veçantë, më ndryshe nga të tjerat. Por çfarë ju tërhoqi juve personalisht që ta përktheni në gjuhën shqipe? Romani, po, është një nga romanet më interesante në atë skakierën, po them, të letërsisë viteve 60-70. Linde një kohë kur kemi një lullëzim të medjave të ndryshme, letërsia nuk është më vetëm. Televizioni është bërë fuqishëm, janë bërë fuqishëm artet e tjerë. Dhe është në vazhdën, po them, të një letërsie distopike të George Orwellit më përpara. Kemi 1984, kemi jo më kot në këtë libër i bëhet referenci, kujtohet, ka referenca të qarta me George Orwellit. Edhe vetë slengu, fjallori natsad, fjallori adoleshencës që përdoret, fjallori dhunës që përdoret. Patjetër do ta diskutojmë edhe këtë pjesë. Është një pjesë, është një përpjekje për të parodizuar pak a shumë dhunën nëpërmjet një terminologjie të vendeve siç është Rusia. 90% e fjalëve të këtij natsadit janë të vinë nga Rusia. Gjuha që përdoret në mes personazheve të librit, të cilët është koncepti adoleshentit në rusisht, adinacat, vanacat, ka gjuhë rusisht, anglisht, e gjuhë të ndryshme pjesa më e madhe, bëhen. këtyre fjalëve janë anglisht. Është një libër i cili, po, me realizimin e filmit Stanley Kubrick mori një shikueshmëri akoma më të madhe. U vë më shumë në qendër të vëmendjes. Megjithatë, është një libër që shijohet sot, është aktual sot për temën se është tema e estetizimit të dhunës në një farë mënyre. Është tema e një raporti që kemi ne midis natyrës sonë të brendshme dhe kulturës që na vjen. Midis kësaj anës tonë të erë që shumë herë nuk e shfaqim, por që në fakt ekziston aty e heshtur, dhe të disa është më prezente. Po, sigurisht, Aleksi është epiqendra. Edhe Aleksi nuk është përdorur më kot nga autori. Kanë mend pak Aleksandrin e Madh, lekën e madh. Aleksi nuk është përdorur. E ka patur këto emrat janë e përdorur në roman e përdorur edhe në pozitën e shkrimtarit dhe në pozitën e personazhit kryesor që zhvillon këto ngjarje. Tani, ju thatë vërtet ka ardhur vonë në Shqipë, është vërtet një libër që ka ardhur vonë në gjuhën shqipe. Unë jam habitur, unë fakt kam jetuar një periudhë gjatë në Itali, në Milano e Bergamo, edhe kur erdha kam një vit pak që kam ardhur në Shqipëri, punoj në Qendrën e Studimit të Arteve në Akademinë e Shkencave, dhe u kontaktova pa pritur nga botuesi dhe më thotë që kemi clockworkun, po kemi vështirësi, po nësë ka dojnë të drejtat e botimit, edhe pata një histori të shkurtër, interesante, u habita, si shtash që nuk është përkthyer, kisha lexuar
në anglisht dhe në italisht, e kështë lexuar librin. E me gjitha të e kuptova shumë mirë dhe njerë se kur u vura nga pozitat e përkthysit, se çdo të ndodhte me sfida u të i kalua dhe jam i lumtur, libri ka gjetur në Tiranë për një periudhë shumë të shkurtër një vëmendje të veçantë, ka patur organizime nga grupe leximi, ka patur artikuj. Zakonisht nuk shkruan artikuj për librat për përkthimin. Ka patur artikuj për përkthimin si sfidë. Kam marrë përgëzime nga kolegë, sigurisht, dhe kuptoj pozitën e një kolegë kur është fjala për librat se natyre. E qartë. Tani, zotri Toqi, titullin në Shqip është Portokalli me kurdisje, kurse shpesh në atë që kam lexuar në origjinal ose në gjuhën që përdoret është Portokalli mekanik. Pra po flasim për një tipi të orës që kurdiset, po bëj edhe me dorë, sepse po më kujtojnë ato orët mekanike. Na qaroni pak si e zgjodhët, si erdhi deri te vendimi që të leni këtë titull? Ka qenë sfidë edhe zgjedhja e titujt, edhe titujt janë shumë interesant. Në një përkthim titulli zakonisht thua kalk. Po e përkthej fjalë për fjalë atë që është. Se zakonisht titulli organizon edhe punën e një përkthyesi, organizon punën e një krijuesi edhe. Këtu titulli u nisa nga dy parime. Parimi i parë ishte ai po themi si ishte trajtuar literaturën shqiptare ky titull. Unë gjatë periudhës kam qenë skenarist në Kino Studio në vitet 89-91 dhe e kemi has titullin e Kubrikut, e filmit famshëm Kubrikut, e kemi has po kështu, Portokall me kurdisje. Është interesant. Më vonë, për shkak të një historie përkthimesh të librit, fitoi termi mekanik në shumë gjuhë. Por jo në të gjitha gjuhët është përkthyer me termin mekanik. Ishte një sfidë ime personale, unë me thënë drejtën doja t'i rria kësaj se më pëlqente. Më pëlqente, ishte një folje, kishte aspektin veprus, aspektin e pritjes, e diçka që mund ndodh, fjala kurdisë në raport me mekanik. Por të rrim, në fakt, është shumë e rëndësishme, titullin vetvete është i rëndësishëm se shpreh dy anë, anën, po them, të natyrës dhe të kulturës, natyra dhe kultura, titulli. Portokall, natyra, edhe kurdisja është element njerëzor, kulturë, është veprim, aksion që bëhet nga njeriu. Dhe titulli ngacmon. E vërtet. Në fakt bën të mendosh çfarë po kurdiset brenda këtij libri. Ne përmendëm që është, nëse mundemi me thënë, një lloj gjuhë e shpikur, nasad, është gjuhë e mbushur me fjalë ruse, anglisht, slang, fjalë të shpikura, pra e tham edhe më parë. A ishte vështirë të shqipëroheshin këto fjalë, apo ju desh që edhe ju të krijoni një slang tuaj personal në mënyrë që t'i qëndroni besnik krejt asaj çfarë libri origjinal, pra shkrimi origjinal prezanton? Procedimi, agjencia që dha të drejtat, agjencia që jep të drejtat e autorit, kërkon që t'i rrihet besnik slengut të autorit. Dhe kjo me Shqipen është e mundur për shkak të forcës shqipes. Shqipja është një gjuhë me sistem sintetik, eptimi, jo me sistem parafjalësh, po me sistem mbaresësh, fjalëformimi, ka lakimin, zgjedhimin. Ka këtë elasticitetin që nëpërmjet mjeteve të saj të fjalëformimit të arrijë të përcjellë edhe kuptim. Pra, ka shembuj aty, unë i kam marrë në shembull, për shembull fjala glupi, që do thot budalla, idiot e kështu, glupjot, po ti vësh mbaresën jot, del si idiot, domethënë në shqip. Pra, unë nuk kam pas mundësi me transformu fjalën dhe nuk mund të ndodhte kjo. Por kam patur mundësi që nëpërmjet këtyre mjeteve të shprehjes shqipes të jap indikacionin semantik, kuptimor, se drejt ku do shkoj kuptimi i fjalës, i frazës. Pastaj ndodh, ka një harmoni në përdorimin e këtij slengut. Faqe mas faqesh, ajo fjala ripërsëritet, ka një ritëm, ka një dhe ti familiarizohesh si lexues. Ana tjetër, libri ka një aparat shpjegues në fund, ka fjalën, slengun me shqipen, e shpjeguar çdo fjalë, ka pastaj shënime.
këtu ka qenë një vështirësi tjetër. Shënimet fund tekstit të këtij romani nuk lejoheshin të referoheshin as me yllza, as me numra, as me germa. E si e bëhet atë? Duhej vetëm të referohej faqes. Jo thoshte. Edhe ka shpjegimet natyrës gati idiomatike, kulturë, shpjegime. Më thënë ka një aparat shpjegues ndihmës për çdo lexues dhe tek libri hyet fare thjesht. Tani për shikuesit që po na ndjekin, kjo gjuha, ky slengu që po e përmendim, personazhi kryesor në bashkëpunim me të tjerët personazhet e librit e përdor si një gjuhë në vete që t'i ik mundësisë që të tjerët të kuptojnë nga komunikimi i tyre se çfarë saktësisht po ndodh. Dhe po bëj këtë sqarim sepse do doja të dija, a ishte vërtet që gjuha shqipe a ishte vështirë që gjuha shqipe të bartë këtë nuancat e brutalitetit që ndodh në këtë komunikim, në veprimet, në aktet që ka brenda romanit? Sigurisht ndihmon. E rëndësishme është që të bëhet përcjellëse, si më thënë përcjellëse midis tekstit dhe lexuesit, të shkohet drejt kuptimit. Kjo ka qenë që të mos mbetet, se sfida e përkthimit të librit është përkthesh paqartësinë me paqartësi. Kjo është të estetizosh paqartësinë, është problematike në këtë pikpamje. Sigurisht, jo më kot ka mbetur deri në këtë kohë pa përkthyer librin. Dhe në këtë aspekt unë them që ka qenë një sfidë e cila në momentin që ti i kupton mekanizmin, që i kupton regjistrin, pas kalimit faqeve të para, një lloj siç do të ndodhë një lexuesi kur do e lexojë, edhe për përkthyesin ka qenë një situatë pastaj që u te i kaluar. Me kalimin e faqeve ka qenë një situatë që u te i kaluar. Sikur adaptohesh më pas dhe të kujtohen vetveti fjalët. Tani, zotri Taqi, më intereson të di, ne përmendëm që përveç librit është edhe një film i bazuar në këtë roman që e përmenda këtë kapitullin e fundit, jo më kot është lënë anash për shkak të brutalitetit e gjithçka çfarë në fakt përmban ky libër. A ndikoi sa do pak filmin në mënyrën dhe variantin që ju keni sjellë të këtij përkthimi? Ndodh kështu. Në romani është botuar për herë të parë me një kapitull më pak. Pra, jo 21, po 20. Një kapitull më pak. Dhe në film, faktikisht, i është mbetur besnik pa kapitullin e fundit, edhe vetë filmi. Kapitulli që nuk është pranuar nga botuesi i parë, ka qenë një botues amerikan i romanit, nuk ka patur motivet në natyrës as moralistike, as po të natyrës, po themi, estetike të natyrës së cilësisë. Për botuesin amerikan i është dukë që ka qenë e mjaft. Sepse ky Aleksi në fund, personazhi kryesor sikur ndryshon mendjen dhe kërkon të kthehet tek kjo pjesa e mirë e njeriu. Vërtet, po ai ndryshim duket pak i panatyrshëm. Pikërisht për këtë. Për botuesin tha më mirë, thamë po e heqim, kështu bëri dhe Stanley Kubrick, regjizori i madh. Unë nuk sugjeroj tekstin e mban, është pjesë e librit, jo është pjesë absolutisht. Sepse fundit nganjëherë dhe mesazhet të tilla janë të rëndësishme. Ky është botim integral i librit me atë kapitull. Edhe është interesant ai kapitull. Patjetër. Tani mua për vete më bëri shumë përshtypje fakti që një gjuhë që po përkthehet, të themi, një gjuhë brenda një gjuhë që po përkthehet në shqip, gjithë ky personazh, gjithë kjo temë. Unë e thash jo më kot në fillim të këtij emisioni që nganjëherë derisa lexojmë këtë roman, gjejmë edhe pjesë të një aktualiteti të shoqërisë edhe të rinisë son, jo vetëm Kosovë, jo vetëm Shqipëri, por kudo në botë. Pajtoheni me mua me këtë pjesë? Me universalitetin e librit po, absolutisht, edhe madje që në fillim të librit citohet Shakespeare-i, i cili është në frym citohet Shakespeare-i. Këtu flitet për një periudhë deri 18 vjeçare dhe thuhet që është një periudhë, po them ku dhuna gati lejohet, duket si ka dy realitete, është një periudhë rritje. E pastaj mas këtyre 18 viteve hyn shoqëria, hyn kultura, hyn shteti. 18 vitet e para është gati natyra e brendshme njerëzore. Kjo dikotomi është e ky libër, domethënë gjithmonë natyrë-kulturë. Është në të gjithë është një nga akset që përshkon këtë roman. Tani, pa deshur që të lëmë anash
këtë libër, nuk mund mos t'ju kemi në studio dhe mos flasim pak edhe për krijimet e juaja personale, sepse edhe përkundër asaj që vetë përkthimi konsiderohet një lloj krijimi në vetë, sepse merr këtë energji dhe kohën, gjithsesi kur flasim për libra që janë juaj, që i keni shkruar vetë dhe që janë një pjesë e shpirtit internë dhe të pasionit të secilit person, nuk mund të mos flasim për lakimin. Është një roman që së fundmi keni publikuar, e keni promovuar në Tiranë. Gruaja në shkrim. Tani po më kujtohet sa javë më parë kisha një intervistë Helena Kadares që pati një vizitë në qytetin e Gjakovës dhe thotë që ndoshta do të mund të isha edhe më e suksesshme sikur mos i dedikoja gjithë kohën që i kam dhënë Kadares, por thotë kam bërë mirë që kohën time ja kam dedikuar atij. Ta citoj. Dhe derisa po flisnim, po mendoja rreth këtij romani, më kujtua pa dashje edhe Helena. Gjë që më le të nënkuptoj që ky roman, ky libër në fakt na prezanton një kënd krejt tjetër të gruas shqiptare në raport me shkrimin, me kulturën dhe çka jo tjetër. Unë e ceka pak përpara në bisedë që kam një përvojë gjatë në Itali, kam jetuar atje. Por kam patur dhe vëzhgimtarit mirë botuese edhe në Itali, kam botuar librat e mi unë jam shkrimtar dy gjuhësh, fakt, bilingu. Pra kam shkruar italisht, kam shkruar dhe shqip. Është e vështirë të shkruash në dy gjuhë të ndryshme? Në fakt është një proces shkrim-rishkrim, nuk është proces përkthim. Shkrim-rishkrim. Rishkrimi është interesant shumë. Është, siç është interesant rileximi. Në rishkrim, ti po gjen dhe njërë tekstin tënd. Sikurse në rilexim kemi nostalgji të madhe nganjëherë, t'ju kthehemi librave, lexojmë të pasuruar me një eksperiencë tjetër. Të rishkruash për mua është eksperiencë e bukur. Unë rishkruaj në shqip, i shkruaj në italisht, pastaj i shkruaj në shqip. Deri tani, nuk di çdo ndodh tani e tutje, se duke qenë i përqendruar në Tiranë gjithkohë. Mbase lëviz. Tani nuk mund të mos pyet, përderisa bën këtë rishkrimin, arrin që të ruash, të themi këtë originalitetin, ta zëm nga italishtja në shqip ose tërthorazi? Ma sigurisht, po, duke qenë se ne preferojmë. Unë jam krijuesi tek e fundit, unë kam lirin për të lëvizur nga ai që mund të jetë origjinal. Edhe ndodh fakt, në tekstet e mia në italisht dhe shqip nuk janë përkthime, se thash, janë rishkrima. Një nga romanet e mia, po them të para të këtij projekti të ri, ka qenë Extra Time, botuar nga Mimesis edicioni në Itali, është një nga shtëpitë botuese nga më të rëndësishmet në Itali, është botuar pastaj këtu në Shqipëri. Mbas atij romani, unë kam patur një rrugë tjetër programatike, po them, të krijimtarisë time. Lakimi është ekstremi tjetër. Pas ti kam shkruar disa romane, lakimi është ky tani. Lakimi është një eksperiment i fundit, i fundit. Unë e konceptoj të shkruar si eksperimentim. Të eksperimentosh, të krijosh, kjo është ajo deviza ime. Lakimi ka të bëjë me 5 histori, një në tashme, në 4 në histori, që vine lakojnë vërtet. Ky termi, titulli... Që do të thotë, ka një nënkuptim të asaj çfarë ju trajtoni në libër. Patjetër kam një personazhe lexuese në fakt. Personazhi im është një lexuese, e cila ka dëshirë të lexojë, por nuk ka shumë qejf të shkruajë. Nuk do të. Ose i mungon guximi nga njëherë. Ta urrësh të shkruarin për një motiv thjesht. Thotë dëgjoj, të gjitha kjo kulturë patriarkale e mbështetur mbi shkrimin, sikur po na rëndon si tepër, edhe kërkon të krijojë, ta relativizojë të shkruarin, të krijojë një pauzë reflektimi dhe të thotë, po shkrimi çfarë është vetë? Vetë shkrimi. Domethënë, nëpërmjet disa historive që futen thellë në 5000 vite histori, sa ka shkrimi, 5000 vite shkrimi, përshkruar në 7 ditë në këtë roman. Një arkeologe nga Tirana niset, shkon në Itali në një konferencë shkencore, edhe atje bombardohet me tekste nga një i dashur në thonjza, që nuk është do t'i dashur i saj, nuk do t'a zbuloj gjithën pak, por që bombardohet në këtë histori. Me fakti që më thoni që një arkeologe nga Tirana, më le të nënkuptoj që në fakt pjesë e këtyre lakime, këtyre ngjarjeve që prezantohen në roman, është gruaja shqiptare, apo jo? Është gruaja shqiptare. Personazhi është shqiptar. Ngjarjet zhvillohen midis Tiranës dhe Val Camonicës në Itali. Si thash, romani është një procedim stilistik imi me ato synimet e mia si autor,
ka gjetur vërtet, edhe ky ka patur disa artikuj që është shkruar për lakimin, është një roman që është pritur mirë, jam i kënaqur me këtë. Ka elemente të tipit autobiografike në roman, ka elemente të themi të hedonës, të durimit, ose të kujdo tjetër që ne i hasim, sigurisht njerëz që njohim njëri tjetrin, jo të gjithë. Unë e kam biografizmin, autofiksionin, e kam si pjesë përbërëse të krijimtarisë time. Nuk më ndodh tek lakimi, sepse si që thash, ky është një libër me të vërtet pak i veçantë nga të tjerët. E veçoj dhe pasaj flas për të tjerët. Të tjerët ja tani do kem një libër me tregime. Nuk po e them as titullin as gjë se duhet dali tani. Por nuk po zbuloj, do të kem një libër me tregime. Aty biografizmi, procedimi i autofiksionit do të jenë në themel, në fakt. Mirë po, të estetizosh biografizmin e të nuk do të thotë të thrasësh pa tjetër jetën tënde. Ne edhe mund të kryojmë biografi mbi biografizmin tonë. Kjo është, do më thënë, ta estetizosh edhe ka shumë rëndësi, jo ta sjellësh kështu në mënyrë, po them, kaq të dukshme. Të drejt për drejt, nëse mund të themi. Tani, zotëri Thaçi, duke qenë se jetoni mes Shqipërisë dhe Italisë, dhe përmendet që vitin e fundit keni kthyer në Shqipëri për të kaluar më shumë kohë, dhe po besoj për t'ju përkushtuar librit edhe në gjuhën shqipe. Si qëndrojmë nëse flasim për atë se sa lexojmë ne shqiptarët dhe sa lexojnë evropianët, sepse kemi kohëve të fundit komente, mendime nga më të ndryshme që ka rënë, si themi, dëshira për të lexuar, njerëzit nuk e kanë më atë vullnetin që kishin dikur, sot një telefon mund zëvendësoj shumë libra, do të thotë ka mendime të natyrave të ndryshme. Si e shihni ju, duke qenë se, po e them, i keni përjetuar të dy kulturat, ndonë se për fatë mirë jemi goxha evropiane dhe ne shqiptarët. Unë e mendoj çështjen universale, globale, ne nuk dallojmë nga tjerët. Ne nuk dallojmë fare nga italianët. Ma vi mirë. Unë preferoj të them se edhe kur bëjmë letërsi, nuk është nevoja të themi po bëjmë letërsi shqiptar, po bëjmë letërsi. Pastaj ajo shqiptare le tjetë, është brenda, është e padiskutueshme që është. Nuk bëhet letërsi italiane, bëhet letërsi, nuk bëhet, ky është koncepti. Bëjmë letërsi. Letërsia ka rëndësi mbi të gjitha dhe jo fakti. Dhe them që një lexues italian nga një lexues shqiptar, po ti heqësh fjalën italian dhe shqiptar një lexues. Pra, po të bësh ekuacionin. Nuk kuptimin kush lexon më shumë prej asaj që kemi. Nuk besoj se lexojnë më shumë në Itali nga ne, jemi aty kam përshtypjen. Thjesht janë raporte, çështje raportesh. Ajo që mund ta ngrejun tani është një lloj paragjykimi që kemi ne për shkrimtarët shqiptar. Ky është problemi. Në fakt mendoja të dilja, si e shihni letërsinë që bëhet në troje shqiptare në raport me atë evropiane? Problemi është këtu, bëhet letërsi dhe bëhet letërsi kudo dhe kam përshtypjen që nisur nga përmasat, sasia çon te cilësia pastaj, sa më shumë vepra do të ketë cilësi etj. Nuk mund pretendojmë se do bëjmë ne patjetër kryevepra të mëdha të botës. Ky është një proces shumë dinamik, krijim, lexim, promovimi. Unë mendoj që kemi autor shqiptar, nuk është rasti të përmendi emrin e të bëjmë publicitet, po kemi një brez të mirë shkrimtarë shqiptar që i kanë kuptuar shumë mirë ç'është letërsia, sepse mos harrojmë vendi ynë, pra përfshi Kosovë dhe Shqipëri, por Shqipëria ka qenë në një situatë diktature nga pikpamja e mendimit, e letërsisë, e akoma dhe më egër, në fakt, në atë pikpamin, pra nuk po flas për nacionalizmin edhe për. Dhe ka ndodhur që ka pas kufizime akoma më të forta. Për fat, një pjesë e letërsisë së shkruar në fillimet e viteve 90, që një imitim me kokë poshtë i asaj që bëhen kurse në vitet 2000 e këtej, unë bërej me të vërtet zhvillime shumë interesante me emra kolegësh që kanë bërë emër edhe po e çojnë përpara letërsinë tonë. Edhe mendoj që nuk ka nevojë të kesh paragjykime kush e ka shkruar, italian, shqiptar, amerikan, britanik. Lexo letërsi, pastaj shko. Mirë, me që përmendëm paragjykimet nuk mund të mos bëj edhe këtë pyetje. Kemi hasim në fakt ata të cilët merren me botimin e librit, këtë e kuptojnë më së miri. Një libër i shkruar nga një kosovar, një libër i shkruar nga një shqiptar i Tiranës, të themi. Si e shihni ju gjithë këtë?
Unë e kuptoj pyetjen, e kuptoj shumë mirë, po nuk më intereson mbi emri, mua më intereson letërsia. Pra nuk më intereson cilësimi mbrapa. Në qoftë se unë do gjej letërsi, pastaj do pyes. Atë kjo është si një lloj mesazhi kjo përgjigje, ka shi atyre që bëjnë dallimin të përqendrohemi te letërsia. E qartë. Më patëm një intervistë, për shembull, më quanin shkrimtari diasporës. Nuk më pëlqeu fare. Çfarë shkrimtari diasporës? Më thoni shkrimtar nëse e meritoj këtë emër. Po i diasporës, i këtij apo i atij, nuk është qasje e dur për mua. Okej, tani një pyetje të fundit se kjo me diasporën prap lidhet deshët ose jo. Thatë që keni një vit që qëndrani në Shqipëri, do të vazhdoni të qëndrani dhe më tej, të jeni pjesë e institucioneve që përmendët, në kuptimin që keni lënë anash për një gojë itali? Po, jam shumë mirë këtu ku ndodhem, kemi projekte tona të punës, një periudhë fare të shkurtër kemi vënë, sepse vim që me krijimin e këtij institucioni Qendrës Studimit të Artit, edhe kemi bërë punët e para, kemi projekte tona afat shkurtër, afat gjata. Ndjehem mirë, ndjehemi ngranuar në këtë. Unë merrem kryesisht me anën redaksionale, me anën jam përgjegjës për redaksisi i teksteve, një zyre shërbimi që ndihmon studiusit. Dhe ndjehem me tekstin, ndjehem në profesionin tim, ndjehem shumë mirë. Je si në shtëpinë tënde, nëse mund të jemi me tanë, sepse që gjithë në profesion gjejmë edhe një lloj shtëpie që është e vërtetja. Zotri, duri mund të falenderoj shumë për kohën që ndahet sot për ne, shikuesit tanë, po ftoj edhe një herë që t'i japin një mundësi së pari i romanit Lakimi, një roman në gjuhën shqipe që prezanton e tham gruan shqiptare në raport me shkrimin dhe të tjera sfida me cilat përballen dhe natyrisht t'i japim një mundësi edhe romanit të përkthyer për herë të parë në gjuhën shqipe, e gjej me titullin Portokalli me kurdisje, një libër i jashtëzakonshëm që për fat keq na erdhi kaq vonë, por mirë që erdhi në gjuhën shqipe. Shumë faleminderit, u kënaqja, jam shumë i nderuar që flas këtu në televizionin tuaj. Faleminderit shumë. Gjithë krasnia ishte jona, shumë faleminderit.